Të nderuar shikues, sapo është mbyllur sfida finale në mes Vllaznisë dhe Egnatios, kategoria A-5 superiore. Egnatia fiton me rezultatin e thellë 4-0 ndaj Vllaznisë të shpallët kampione e Shqipërisë sezonit 2024-2025. Jam me një emër shumë të njohur të futbollit shqiptar, si futbollist, si trajner, si drejtues dhe si analist. Sulejman Sarova. Sarova, kënaqësi që jemi së bashku në këtë përmbledhje të takimit Vllaznia Egnatia. Për ju, rezultati fitore merituar duke dominuar gjithë takimin. Egnatia fitore me merit, udhëzoi gjithë kampionatin, edhe fitoi edhe me merit atë në këtë finale që mund ndodhte gjithçka, por e dominoi gjithë takimin me diferencë ndërtimit lojës, të agresivitetit, fitimit dueleve. Edhe rezultati e tregon këtë diferencë që tregoi sot Egnatia kundër Vllaznisë. Një Vllazni që bëri mirë në gjysmën finale me Dinamon dhe dha sinjale pozitive, por nuk është faqe tillë në finale. Një Vllazni që ka bërë mirë gjithë kampionatit me oscilacione të vogla, por që i dëshpëroi tifozët e vet në këtë finale. Edhe rezultati nuk ka përdihet, megjithatë ky është futbolli, sepse fitoi skuadra që meritoi përsëris. Egnatia ka udhëhequr me merit kampionatin 4 fazat, edhe sot tregoi që kishte diferencë. Ja fitoi me merit. Një fitore me vërtet e merituar e Egnatios, sipas jush ku ishin defektet kryesore të Vllaznisë sot? Po, fillimisht ishin episodet ku Vllaznia tregoi një dobësi në fazën defensive, në një tranzicion shpejt të Egnatios, një situatë 1-1 pa mbulim, gati një dhuratë ishte goli i parë. Defekte që janë shfaqur edhe gjatë kampionatit në fazë defensive. Më pas ishte e papat në një mrekulli të balait në atë goditje nga larg nga faulli që mund ta kishte ndryshuar pak rezultatin, por Vllaznia kishte probleme në organizim, në ndërtimin e lojës dhe luajti me topin e gjatë. Një grand. Si. Respekt. Ndodhën edhe këto në intervistë, pra atmosfera është më njëherë pasëndeshjes, se mund të vjehuni Sarova? E kështu pra, diferencën dhe them ishte një diferencë që tregoi edhe rezultati. Vllaznia vujti në ndërtimin e lojës, përdori kryesisht vetëm topin e gjatë ke bale, i cili u mundua shumë dhe arriti të rrezikojë disa herë, por nuk luhet futboll 90 minuta vetëm me topin e gjatë. I mungoi pra kombinacionet, mungon edhe fitimi dueleve, kështu që kjo ndeshje që për të harruar për Vllaznin, sepse shkënjeu gjithë këtë popull që e mbushi stadiumin sot ishte për merit tifozëve të Vllaznisë. Unë me thonë drejtën, dëshirën e kishte të fitonte Vllaznia, se ka kohë që s'ka dalë kampion, edhe pse kam shumë miq nga Egnatia, por tash në fund mund të them që bravo Egnatios, një bravo e madhe, që udhëzoi kampionatin edhe që fitoi këtë finale. Sarova, faleminderit. Gjithë mirë.